Një reagim të ashpër ka bërë dritan Shako Hoxha ndaj masave për ndeshjen ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë, ku kritikohet ashpër përjashtimin tifozëve kuqezi dhe krijimi një atmosfere të butë në favor të serbëve. Shako Hoxha thotë se tifozët shqiptar janë ndër më paqësorit dhe më të përkushtuarit në Europë, dhe se kombëtarja shqiptare është bërë simbol bashkimi për shqiptarët në atë gjitha trojet. Ai ngre pyetjen pse duhet sakrifikuar energjia dhe pasioni tifozërisë shqiptare për të krijuar një klimë pozitive për kundërshtarët, kur në fakt stadiumi duhet të jetë një zjarr mbështetje për ekipin përfaqësues. Serbëve po krijohet klima sikur po luajnë në Luksemburg, sikur jemi në stadiumin e Luksemburgut dhe po presim lorë të vinë me shkopa anash, lënë qenë jashtë dhe ne i përulemi duke i uruar mirëseardhjen. Po çfarë është kjo përulje pa kuptim? Sepse FIFA ka hallë se tifozët kuqezi shajnë serbën nga motra, e kështu nuk mund të ketë kësaj tolerimesh. Ne kemi tifozët më të mirë të futbollit, tifozët kuqezi janë ata që përmbledhin ekipi kombëtar, tifozët shqiptar janë më të paqët, më festiv, nuk krijojnë asnjë problem, policët vendas janë të gjithë shumë të kënaqur me tifozëritë shqiptare. E kështu befas në Tiranë tani thon hajde t'i nxjerrim përjashta këta burra, se s'na duhen tani që t'i krijojmë serbëve një klimë sa më pozitive. Po pse duhet t'ja krijojmë këtë klimë pozitive? Sepse në fushë luhet me 12 veta, 11 janë në fushë dhe 12 janë këta që janë tifozë. Po pse ç'të keqe ka që në stadium do të jetë zjarr? Mua më kanë thënë shumë futbollistër kombëtares ndër vite që kjo tifozëri e ka një gjë të veçantë nga tifozëritë e klubeve të tjera, që e kanë me pasion dhe ekipin kombëtar. Nuk e duan kaq shumë ekipin e kombëtares në Europë, në botë, po të shkosh ti Barcelona, tifozët e Barcelonës nuk shkojnë kur të shohin Spanjën, nuk shkojnë sepse nuk janë shumë të lidhur me të. Ne jemi shumë të lidhur sepse ky ekip kombëtar në këto vite i ka identifikuar, i ka bashkuar shqiptarët, i ka bërë një. Të gjithë janë teorike, janë të tjerat politike. Për ekipin kombëtar jemi bashkë dhe pas një kufi. Njëri është nga Presheva, njëri është nga Kumanova, një nga Tetova, një nga Prishtina, një nga Suhareka, një nga Tirana, një nga Elbrasani dhe një është nga Vlora. Çfarë do të thotë kjo gjë? Kjo gjë do të thotë që këta njerëz na përfaqësojnë dhe janë gjithë krenaria e të gjithëve. Dhe ndaj kjo është skuadra, është dashuria më e madhe sportive që kanë shqiptarët, ka thënë Shako Hoxha.